أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد. Falënderim dhe lavdata i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, salat e selam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasonin zemrën e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Dje folëm për udhimin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra fillimi i hijretit dhe disa raste apo mënyra se si jo besimtarët e Mekkës donin që me i pengu, me i ndalu sahabët prej hijretit. Pasi që ata u bindën se nuk mundën me ndalë këtë rrugë dhe se sahabët ditë pas dite vetëm se u largonin prej Mekkës drejt Medinës, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ende në Mekkë, ata bërën një farplani se si ta vrasin apo ta burgosin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se tani më nuk është puna vetëm çështja e Islamit, po me kalimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, atyre u rrezikonte autoriteti që ata e kishin ndër arabët, ekonomia e tyre, bizneset e tyre dhe kështu me radhë. Për shkak se një prej rrugëve të biznesit që ata e kishin, e cila ata u mbështetnin, ishte biznesi i tyre apo tregtia e tyre me Shamin. Ajo tregti kalonte nëpërmjet Medinës. E ndodhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e vet në Medinë ishte një problem shumë i madh. Dhe dashtën që përfundimisht mi dhon fund pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shpresë se po e kryin punën në muslimanët, mirë po Allahu xhalla xhelaluhu kishte përgatitur diçka tjetër. Banën plan në Darun Nadwa apo në vendin e kuvendimeve, kuvendin e tyre që ata i kuvendonin punët dhe planet që ka i kinin, banën plan për ta vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose për ta pengu, ose për ta përzan. Mirëto për ta përzan, jo për Medinë, po me një të përzanme në nënçmuse të lanë dikun i vetmuar. Tha Allahu xhalla xhelaluhu: "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin." Kur ata jo besimtarët banën plan me të ndal, me të pengu, ose me të vra, ose me të përzan prej Mekës, mirë po kjo e përzanme në nënçmuese i vetmuar tjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah tha: "O yamkuruna o yamkurullah." Ata bëjnë kurthe, ama dhe Allah përgatit kurthe kundër tyre, wallahu khairul makirin, e kurthet e Allahut kundër tyre janë më të sigurta, janë më të realizueshme. Dhe kështu ndodhi kur ata donin me i bë kurth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ta vrarë. Abu Jahli dha një ide. Tha për ta vrarë do të dërgojmë prej secilës kabile ka një djalë të ri. Ka një djalë të ri, që kur ta vrasin, gjakun e tij ta shpërndojmë nëpër krejt kabilet e arabëve. Që fisi pejgamberit sallallahu mos ketë mundësi me kërkuar gjakun e tyre, por shkak se do të më kërkuar gjakun prej shumë vetave. Dhe në këtë mënyrë kanë pranuar shpagimin për gjakun e pejgamberit sallallahu edhe kanë murahatu mushrik. Mirpo Allahu xhalla xhelaluhu kishte përgatitur diçka tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me bë hijretin, para se me dalë prej shtëpisë së tij për hijret, bani plan programin. Dhe përmendëm edhe dje se sa e rëndësishme është që besimtari për projektet e tij jetësore të ketë një plan program të rëndësishëm. Ketë një plan program precis. Në varet planit që e ban, ashtu dalin rezultatet pastaj. Me lejnë Allah subhanahu wa taala. E kanë pyet një prej dietarëve, Abdullah al-Qaraawi radhiyallahu anhu, çish ka arrit nxënësijat Hafidh al-Hakimi për një periudhë aq shkurt kohore me bë ilm ekstrem shumë. Që në raste të tjera nuk është normal kjo. Statistikat janë se deri prej moshës 13 vjeçare deri në moshën 16 vjeçare Hafidh al-Hakimi ka prezantuar ligjëratat e hoxha i tij, mirë po jo i rregullt.
ko pas koha. Kur i ka bo 16 vjet, ka fillu intenzivisht me mësu, kërkim diturisë. Prej 16 vjet deri 19 vjet e ka shënu, më thonë pas kësaj periudhe të talebul ilmit, e ka shënu një poezi në akide, e cila është një prej poezive më gjithë përfshirëse të meseleve të akides, prej të selefit deri në kohën tonë. Dhe pastaj për këtë poezi ka bërë edhe shpjegimin me Ajul Kabul. Dhe kur ka vdek shumë i ri, 30 ose 35 vjet. 30 ose 35. Mirë po, mas vete, ka lënë bagazh të madh të ilmit. Shumë ilm ka lënë. Shumë dituri ka lënë. E kanë pyet hoxhën e vet, çu shka mujt me bëu këta? Ka thonë bi husni tadbir. Me plan program të mirë. Hoxha ja ka bëu plan. Pse janë hoxhallarët për talebet? Janë që m'ja tregu rrugën. Qëre djali janë. Se kështu është rasti i dietarit me nxënësit e vet, si djemt si fëmijët e vet i këshill. Qëre djali janë. Unë kam ecë këtë udhtim. Që me mri këtu, unë të kallëzoj rrugën kam shkuar. Edhe ata të cilët janë përmbajtë të rrugës që u ka tregu hoxha vet, kanë arrit shpejt, kanë arrit. Pse? Prej përvojës të madhe që e ka hoxha apo dietari në ilm, ja tregon talebës rrugën ka me mrije. Se ndoshta prej përvojës ka hecë në për rrugë të cilët e kanë çuar shumë larg, e ja tregon rrugën. E dietar kanë shënu libra special qysh më arrit më shpejt edhe më mirë, edhe më sigurt, edhe më fort. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej nga kjo është prej mësimit praktik nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se për çdo plan program të madh të jetës, a nuk ka diçka shumë më të madhe se sa hijreti. Prej këtu ka ndryshuar komplet historia ka ndryshuar. Me këtë lëvizje që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndryshuar historia e njerëzimit. Është bërë diçka ekstremisht shumë e madhe. Ka lind diçka shumë e madhe që ka lënë gjurmë gjithë historinë. Ajo është shteti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kish planifikuar lëvizjen e tij. Në shtëpinë e tij e ka lënë Aliun radhiyallahu anhu. Se kur dojnë mushrik me bon ndonjë intrig kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tjetë Aliu, ata më stadin. Kjo e para. E dyta, e ka lënë Aliun në Mekke, për shkak se ka pas me i kry disa punë. Nuk ka pas ndonjë banor i Mekkës, i cili ka pas ndonjë punë, ndonjë lëvizje me bë, vetë se ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka lënë në manet me arrujt xhamat. Edhe pse nuk kanë qenë në fenë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A e kena parasysh? Ata kanë qenë një besimtar, qafira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi i Allahut, ka thirrë në Islam. Këto jo besimtarët kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pavarësisht luftës që kanë pas, kundërshtimet që i kanë pas, kur kanë pas ndonjë send për me rujt, e kanë çuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me rujt. Tash parashot një pyetje. A thu vallë na e kena gjendjen kështu? A thu vallë na e kena moralin kështu që jo qafirat, po vëllavi jot musliman a ka besë të ti me arë me të lanë diçka në besë? Apo nuk ekziston kjo, apo janë të ralla këtë raste? Ha? Sa e kemi të avancu me këtë cilësi në raport me njëni me tjetërin? Lënë më dikush prej jo besimtare me arë me të lanë diçka ti me arrujt atina. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka rujt. Kjo punë shumë e madhe. Kjo është punë shumë e madhe. Sot neve dikush me na prish qefin, na nuk i folmi. Më pran në tin, me armë të lënë diçka e ty me arrujt. Ty ai e normal. Unë s'du me t'i pas surati, ftyrën s'du me t'a pas, ti më ki pru me të rujtësejne. Kjo po tham në ndodh neve musliman. Po parë në me jo besimtar. Edhe ma rana, po. Edhe ma larkë. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ela Aliu që këtë punë që ja kishin lënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ti kthen te vendi vet. Ja ka dhënë listën, filani kështu, filanit kët, edhe ajo intriga që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bën, që kur të vinë, se Allah e ka treguar pejgamberit se ata do të bëjnë këtë vepër ndaj teje, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përgatit para vakti, kur të vinë, tet Aliu radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kish marr një person prej jo besimtarëve me parë ka paguajt. Që ai mua tregu rrugën.
e rruga për Medinë është e ditshme, po ai më tregu një rrugë tjetër për Medinë, që mos më gjet tragin mushrikët e Mekës. Me kanë një person jo besimtar, tek i cili Ebu Bekri i kishte lanë tanë kohën, i kishte përgatit 2 mjetet të udhëtimit për këtë ditë. Kur ka shku pejgamberi sallallahu te Ebu Bekri, i ka thonë, Allah më ka thonë leje për me dalë prej Mekës për Medinë. Thot Aisha radhiyallahu anha, deri atë ditë s'kum pa njerive kajt për qefi. Atë ditë kum kuptuar se çish ka njeri për qefit. Ebu Bekri ka qajt për qefit. I ka thonë, ja Rasulullah, për çka ditë unë i kum përgatit të 2 mjetet të udhëtimit. Ku i ka pas Ebu Bekri? I ka pas te një jo besimtar, i cili është quajt Abdullah bin Urajkat, një burr prej Beni Dejl bin Bekr, prej këtij fisi. I ka përgatit. Kur kanë dalë prej Mekë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë thonë këtij njeriut, mas 3 ditëve vjen filan vendin edhe i bie mjetet e udhëtimit. Devet në cilët ka udhëtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i bie mjetet e udhëtimit. Kur? Mas 3 ditëve. Këta kanë dalë në kam. Një jo besimtar. A i zjet bes jo besimtarit i cili është në fenë e popullit vet, e du të me të një mu tyje, për një punë që ata janë mledh ketë me të vra tyje. Këtë veprim që ka bu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë udhëtim që ka bu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai shkon gjendja. Krejt shërbimet sekrete gadysht arabik janë çun kam. A keni parasysh? Krejt shërbimet sekrete gadysht në arabik, Kureshit kanë shu njerëzin apo çdo fis. Kush e zë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me shokën e vet, 100 deve i ka. 100 deve në atë vakt të konë begi pasuri shumë e madhe. Tash në krejt këtë situatë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përdor një prej popullit të tyre që vja tregu rrugën. Që kemi cek. Ma herët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë taktike ka përdorur në davet kur ka qenë Mekë në fillim, kur ka bërë davetin në sheft, ku i ka mbajt ligjeratat, ku i ka mbajt takimet i ka mbajt te fisi e Abu Jehlit. Në mahall të Abu Jehlit. Abu Jehli i ka lip në për Mekë se ku është për me pengu, pejgamberi se stem takimet me sahabët i ka bo të shpia e Arqam ibn Abil Arqam. A i ka shku meja dikujna që për nësam shkon mahall të ati i ma ligjeratat, a e lip dikun tjetër. Kjo që në kalë të neve, marja se vepeve. Edhe menquria në ledhizje. Jo me thonë, a be Allah se s'ka lidhe. Jo, ka lidhe. Shumë ka lidhe. Do të mi bo syt 4, 8, 10 mi bo syt. Që mësë mi adhon një besimtarve atë çka ata e dojnë prej teje. Jo, ti edhe me e knaq Allahun, edhe mësë mi knaq një besimtar. Jo me shku zërë në atë filmin, po abe Allah ti ti knaq shnosh këtë qetra. Që në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bu punën që ligjëratat atje mi mojt, a kjo ka lidh dikun tjetër. Në këtë rast e ka përdorur një prej jo besimtarve për këtë udhtim. Kjo çka na jep një sinjal tjetër. Në kuptim, do më thonë, sa është e rëndësishme me kuptu kaptinën e dashurisë dhe urrejtjes për Allah. Kjo pikë shumë e rëndësishme. Se ka një farë këtë kuptimi, në mjegull, po thamë, një farë këtë kuptimi të kësoj kaptine. Që kur të udhëzohet dikush në rrugën e Allahut subhanallahu teala dhe ka që ti ka punë me jo besimtar, qofshin ato murteda që e kanë lënë fen, qofshin jo besimtar prej në esencë që janë, më fillon armiqësi me krejt. Edhe me krejt keq. Këtë qafir, me bo me këtë keq. A ka qenë kështu gjendja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Jo. Dashurinë dhe urrejtjen për Allah e ka pas. I ka urrejt për shkak shirkut që kanë bë. Mirë po, raportin jo me secilin e ka pas keq. Raportin ndërnjerëzor jo me secilin e ka pas keq. Dhe Allah na ka treguar neve në Kur'an se nuk ka problem ti me pas raport të mirë me një prej qafirave që i bën shirk Allahut e i cili nuk lufton fen tonë. Në raporti pejgamberit se me Abu Talibin edhe me Abu Lehebin ka qenë njëjtë, s'ka qenë njëjtë. Se njëri e ka mbrojtur qitrin e ka shah. Me këtë ka pas raport tjetër, me këtë ka pas raport tjetër. Dhe kështu ka vepruar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tash që Abu Bekri dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë përdorur një prej mushrikëve me parë. Mirë po, në qoftë se kish me qenë fotografia që me kërret kanë qenë lidhnushëm, edhe me parë s'kish me ndihmuar. Edhe me parë nuk kish me ndihmuar. Që na mëson neve, që në qoftë se na kena raport me dikant për jo besimtarve, i cili sta lufton fen tënde, qoftë ai prej murtedave që ka qenë islam dhe e ka lënë islamin, qoftë për jo besimtarve në esencë,
nuk ka problem me pas raport mirë me ta. Allah zhveresh me pas punë, me pas muhabet, me i thinë në rrugën e Allahut, subhanallahu dhe shumë rrallë. Jo me u izolu komplet. Jo sot të qafira s'kina punë, me këtë s'kina punë, e ku të ashish me 2-3 veta, vetëm me pikafe veç 2-3 veta. Dhe krejt raporte tjera me i prish. Jo. Pejgamberi se me ka përdor këtë njeri për t'ja tregu rrugën për në Medinë. Tjetër, thot Aisha radhiyallahu anha, punë të madhe ka sos Abdullahu, djali i Abu Bekrit. Farë punë? Djali i Abu Bekrit Abdullahu ka qenë shërbim sekret i cili ka punu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tan ditën kam ledh muhabeten Mekka, në mbrëmje për 3 ditë radhazi, ka shkuar dhe ka treguar informacione pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama a e keni parasysh tash çfarë njeriu ka qenë i kujdesshëm? Krejt Mekka janë çun kamp me lyp pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Abdullah prej në Mekë i mbledh informacionet dhe shkon ja çon babës vet edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu njëjtë punë të madhe ka kryer edhe Esma radhiyallahu anha, çika e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, duke ju dërguar atë që kanë pas nevojë në shpellë. Njëjtë punë të madhe ka sos Amir ibn Fuhera, çobani e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Ko pas kohë ju ka dërgu mish edhe qumsht në shpellë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i kam shef tragat ka ecë Abu Bekri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë, kjo është një plan program shumë i rëndësishëm. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me marr udhtim për Medinë ka nis për ka Yemeni, për ka te poshtë. Jashtë Mekës në anën komplet të kundërt. Që krejt e lypin për ka autobani për Medinë, ky ka dalë rrugë komplet tjetër. Dhe kjo është marrja e sebeve nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur dol prej Mekkës, ka thënë dietarët, butësia shpirtërore apo butësia e zemrës së tij, gjendja morale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë prej Mekkës. Ka dalë prej Mekkës edhe është kthy drejt Mekkës edhe ka thonë, wallahi innaki la khairu ardillah, pasha Allahin, ti je vendi më i dashur i Allahut në tokë. Ka folë në Mekkën, ka thonë wallahi, o i Mekke, ti je vendi më i dashur i Allahut në tokë. Wa ahabbu ardillahi ila Allah, dhe vendi më i mirë për Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sikur mos të më kishin nxjerr, s'kisha dalë kur. Në vendi më i dashur, i jashtë atë që është vatani ku është rrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te tash i erdhi momenti pas 13 vjetëve me u bë realitet fjala e Warakat ibn Nawfal ditën e parë të pejgamberisë, kur i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, s'ka ardhur dikush ma atë që ke ardhur ti, vetëm se është armitsu. Ka me të armitsu. Dhe ka thonë, i mjeri unë, ka qenë plak, i shtyrë shumë mosh, ka pas dituri prej librit, dhe ka qenë në fen e Ibrahimit a.s. që si ka bërë shirkë Allah. Ka thonë, i mjeri unë, ti shakon i ri me të ndihmu, kur ka me të përzanë. Ka thonë, dita e pare pejgamberisë më ka habit, njeri më i dashur në Mekka. Ka thonë, mukhrijie, ani me ka me të përzanë. Ka thonë, s'ka ardhur dikush me këtë që kjo arti, vetë se është armitsu. Dhe jerë kjo dita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i tha Mekkës, une mos të më kishin nxjerr, kur s'kisha dalë. E kur shkojnë në Medinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po çka i tha Medinasve, pardje apo ligjëratën e dytë më herët, çfarë përmendëm? Ju tha atyre, ku vorroseni ju, vorrosem edhe unë. Ku të ndaleni ju për vend qëndrim, ndalem me juve. Kush kërkon hak prej juve, ka kërku prej meje. Kush hin luftë me juve, ka hin luftë me mua. Kush ban paqë me juve, ka hin paqë me mua. Unë jam prej juve, ju jeni prej meje. Kur shkojnë në Medinë, i tha Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Allah, ma ban Medinën të dashur, çish ma ke bën Mekën bile edhe më shumë. Edhe kështu ndodhe. Ja boni Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të dashur Medinën.
E Ahmedi të sëton hadithin nga Ibn Abbas radiallahu anhu se mushrikët e Mekës kishin shku pas tragat të pejgamberit sa stem për me ezan, Allahu është me mu, ai ka më dhënë rrugdalje. Çfarë rrugdalje? Në fotografin e njerëzve, në synin e njerëzve. Musa a.s. Ben Israil deti. Për mas, Firauni më ushtrim. Çfarë rrugdalje? Ai shkon menja dikujna që deti ka mu qa. Musa sa më ishte i bindur. Allahu është me mua. Dhe këto ajete dhe këto ngjarje na mësojnë neve që me mësu që me qenë ti me Allahun xhelal xhelalu. Me i bo punë që Allah tjetë me neve. E nëse Allah është me neve, s'është problem. Çka i tha pejgamberi sa stem Allahu xhelal xhelalu kur u kthi për Taif? Gjendje e rëndë emocionale, apo? Sa që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha se kur e ka pyetur se cila ka qenë dita më e rëndë e jetës tonë, ka thonë dita në Taif. Edhe pse në Uhud për paksa se kanë vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ajo në Taif ka qenë më e rëndë, pse? Është gjendja morale. Se ka dalë me lyp një vend prej ku ka me bë davet, prej ku ka me shpërndar fenë Allahut, prej Mekë ka dalë në Taif, me shpresë se po gjen vetë që kërkon, aty ka ditë poshtrim, nënçmim, torturë dhe më të madh sa në Mekë. Dhe kjo e ka lodh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama çka i ka thënë Allah? I ka thënë Allah, në qoftë se ti je i kënaqur me mua, fela u bali, pse s'më intereson. Në qoftë se ti je i kënaqur me mua, me gjendën time, s'më intereson. Dhe i ka thënë Abu Bekrit, çka thu ti? Por dy veta që Allahu është i tretë me ta. Musa sa mi tha popullit vet, Allahu është me mua. Ai kam jehdini, kam më dhënë rrugdalje mua. Dhe i dha rrugdalje. Çka i tha Ibrahim a.s. Gjibrilit a.s. Tha hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton mua Allahu, s'kam nevojë për ty. Më mjafton mua Allah, drejt për drejt me Khalilullah, dosti Allah, drejt për drejt prej Allahut subhanahu wa taala. Allah tha wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Çish ka më shpëtu Ibrahim islam prej një zjarmi ekstrem i madh. Sa që me katapult prej larg e kanë fugën në zjarr. Këtu s'ka, nuk ka rrugdalje këtu. Në synin e njeriu s'ka rrugdalje. Ama kur është pyetja Allahu xhela xhelaluhu, fala ya'lamu junuda rabbika illa hu, nuk i din ushtar të Allahut, vetë Allah subhanahu. E hedhën në zjarm dhe ju dol gjallë, shëndosh, mirë, rahat, i kënaqët. I thon zjarrit, o zjarr, bëhu i freskët dhe shpëtim për Ibrahimin, se ka mujt më ngri prej ftoftit. Hala ka thonë, bënu i freskët, i ftoft, edhe shpëtim. Barden wa salaman ala Ibrahim, edhe shpëtim për Ibrahim në Islam. Dhe ka dalë Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo neve në mëson se sa besimtarë duhet me pas lidhjen me Allahun xhela xhelalu. E kur tjetë lidhja me Allahun si duhet, vallahi, krejt punët së dunjaje janë të lehta pastaj. Çka tha Allah në Kur'an? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ai i cili ka frikë Allahun, Allahu i jep rrugdalje. Allahu i jep rrugdalje. Edhe e furnizon ka nuk i shkon mendja. E furnizon ka si shkon mendja. Ai i cili mbështetet tek Allahu, ati i mjafton Allahu. E cili ka disa herë në këtë cikli gjeratave. Po e përsëris. Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abdullah ibn Abbas duke qenë i vogël? I tha, ngo këtu, krejt mu bë bashkë. Për me të ndihmu ty diçka, nuk mundën me të ndihmu jashtë asaj që Allah ka caktuar për tyje. Dhe krejt mu bë bashkë. Për me të bë dan diçka tyje, nuk mundën me të bë dan jashtë asaj që Allahu e ka caktuar për tyje. Ky kuptim duhet me qenë me neve për të çmërim vëllai. Në qoftë se Allahu ka vendosur diçka për neve, dunjaja mund të unë me pengusit e pengojnë. Në qoftë se Allahu ka vendosur diçka mirë për neve, hajër për neve, mirë për neve, diçka që neve na kënaq, dunjaja mund të unë me pengusit e pengojnë. Rufi atil aqlam wa jaffat as-suf, janë ngrit lafë, ka sos këtë mesela. E pejgamberi e çetsoi u bë, tha rahat.
Çfarë tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Thot ose keni më ndihmuar ose Allah e ka ndihmuar ata, atëherë kur ata jo besimtarët e patën nxjerr prej vendit të tij, ata ishin dy veta. E kur ai i tha shoqit vet, la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u mërzit, Allahu me neve. Sa kena nevojë në jetën tonë përditshme me i thonë një tjetrit në probleme që i kemi, a shumë kemi probleme, shumë kemi gjërat që nuk na kënaqin edhe këtë dunjë, mi thonë, o vëlla, mos u mërzit, Allahu me neve. O vëlla, mos u mërzit, Allahu në kite. Qoftë çështje rrezikut, qoftë çështje shëndetit, qoftë çështje biznesit, qoftë ku diçka do qoftë ajo. Thonë la tahzan, inna Allaha ma'ana. Mos u mërzit, Allahu me neve. Ti e robi Allahut, Allahu të hub tyje. Veç ti banu i mirë me Allah. Çka i tha Khadija radhiyallahu anha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur erdhi prej shpellës Hira dhe i tregoi çka ka ndodhur, i trishtuar, me ethe, i terrorizuar për asaj që pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha Khadija radhiyallahu anha nana besimtarve, tha ka dal, qetësoj, mos u mërzit. Mos u mërzit. Pse mos u mërzit? Tha ti e ndihmon fukarat. Ti i ndihmon udhëtarët. Ti bahesh me personat që është bërë zullum kundër zullumçarit. Ti i mba lidhjet farefisnore. Fala yukhzika Allahu abada, Allah ti s'thub kur. Ti veç vanu mirë me Allahu subhanahu wa taala. U qetësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U mor u qetësu. Ama këshire gruaja e mirë, vëllau i mirë, njëri që ki përreth i mirë, që ti përkujton në probleme cilësitë e mira. Ti veç më koni mirë me Allah subhanahu wa taala. Allah s'thubet tyje. Ti e robi Allah xhela xhelaluhu. Ti e robi Allah subhanahu wa taala. Ktu e kanë rrethu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, megjithatë i ka thonë mos u mërzit. Allah subhanahu wa taala është me neve. Gjatë udhëtimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi përreth shatorit të Ma'bad prej fisit Khuza'a. Kaloi dhe dashti me pi, kërkoi gosti gjatë këtij udhëtimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ma'bad i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'kina kur gjë. Burri i saj ishte jashtë vendit, domethënë me dele që ka pas për me kullot, me vete tek shtëpia atyre s'kishin kur gjë. Thojnë dietarët ka qenë kohë e thatësirës ekstreme. Dhe gjendja ka qenë shumë e rëndë financiare e tyre. I ka thonë nuk ka problem, po kur gjë s'na ka çelluar. Pejgamberi sallallahu e sheh një dele me një qafsh. Thot çka puna asaj? Thot po s'ka as tamulas, mish as kur gjë, ka më çështu vetë. Thot a më jep leje tameli? So problem. E merr pejgamberi sallallahu ban dua edhe fillon me miel. Derisa nxjerr tamël shumë. Derisa e mbush enën mirë pejgamberi sallallahu prej tamëlit. Ju jep me pi krejtve, shokëve të vet, edhe Ma'bad, edhe jetë tamël shumë jetë. Edhe nisët pejgamberi sallallahu ecë në udhëtim. Kur vjen Abu Ma'bad, i thotë për vet, ku e morë këtë tamël? Ka dul këtë tamël këtu. Fillon me ia tregu cilësitë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Erdhi burr, e kish ftyrën kështu, i kish syt kështu, e kish pamjen kështu, ishte i bukur, e kish qafën e gatë, e kish kështu trupin, ja tregon këtë cilësitë. Në detaj. Thot Abu Ma'bad, që ky person është 100% ai për cilën kanë folë me kelit, që kanë problem me ta në Mekke. Nuk ka me elan derisa të takojnë dhe të pasojnë rrugën e tij. Dhe e kanë pranuar Islamin edhe Abu Ma'bad edhe Ma'bad. Dhe këtu del pa bereqeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe mrekullit që Allahu xhël xhelalu ka bërë nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Suraka ibn Malik radhiyallahu anhu në këtë kohë të hijretit ishte
në fenë e mushrikëve. Kurejshit lëshun njerëzve për fise. Dhe ju thanë, kush e gjenë, gjallë apo të vdekur, 100 deve i ka. Erdhi një person të fisi i Surakas, edhe për cilë lajmin. Pas një periudhe, vjen dikush, pa disa ditëve, vjen dikush prej fisit vetë, thot, kum pa 2 veta filan vendin, prej largë. Suraka ka desh me marrë bëkshishin vetë. Ka thënë, ja, besjan, ato janë filani, ato i ki pas. Sjan këto 2 që ti lip ti. O, sjan, leje. Ta më nënë qëtu për situata, pas disa orëve, e ka marrë kalin edhe ka dalë me gjetë pejgamberisë tem edhe Abu Bekri. Edhe i zë. Del për me i vra, ose për me i zonë rob, edhe me fitue, mu bo multimilioner. 100 deve në të vakë, kam bo miliona. Shumë pare janë. Del për me i zonë. I takon. Thot, me të pejgamberi, thot janë i ta zonë i pejgamberi, se sem duke lexuar Kur'an, thot se këthen të kryen. A Abu Bekri tankohen, qërken gjatë smajt para mas, tankohen. Në kontrol situatën me pas për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot Abu Bekri më pa. Thot në moment ka shafit kali deri në gjuhë, në tokë. Thot zrypa, mora me nëzirë, s'ka dalë, ka mbet. Dhe kër e ka pa, thot kër e pash këtë gjendje kalit që shafitin tokë dhe s'misha me nëzirë, këtu më kapi një farë të rështimi. Që është duke ndohë? E pejgamberi sallallahu i ka thonë Surakës, çka thu ti për atë ditë kur kime vesh taçin e Kisrës? Kisra ka qenë i pari i persianëve. Një prej superfuqive botërore të asaj kohe. E pejgamberi i thot Surakës, çka thu ti për atë ditë kur kime vesh taçin? Kjo ka qenë diçka, ai te di çka tu folti. Ku bombe taçi i Kisrës me vesh Suraka, një bedevi për bedevive të arabëve. Një nomad për nomadëve të arabëve. Thot në këtë gjendje i thash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur të shkojsh në filan vendin, keme hec, patjetër me shku në çkëtë rrugë. Keme taku atje karavanin tem, me deve, me çakatje, merr çka të kish nevojë. Dhe ka thonë, që prej shigjetave të mia, merr çka të dush. Pejgamberi më ka thonë, s'kam nevojë për kurrë. S'kam nevojë për kurrë. Dhe prej këtij momenti, Suraka, i cili kishte dalë për me gjetë pejgamberin se mi fitu çdo devet, kishte fillu si cili njeri që ka ardhur ka fisi vet, helbet Muhamedi, ja, s'ka për ti këtu pare. Çdo vend ku ka gjetë njerëz duke lyp pejgamberin se u ka hup udhën. Për me mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi se vetëm në shërbim me lypi, tha, mos na shpalos, mos u tregon njerëzve që kena kalu këtu pare. Prej këtij momenti, prej momentit që Allahu xhallahu shëndrëshon gjendje për moment, për një çast, prej në asoj pike armiqësi totale për me e luftu dhe me vra pejgamberin, bëhet ushtar për ushtarët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ndihmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ashtu ndodhi në khilafetin e Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, kur erdh taçi Kisrës në Medinë, e thiri Omer ibn Khattabi Surakan radhiyallahu anhu, ja veshi taçin, ja veshi këtë petkat prej arit, prej argjendi, prej diamantit që ka pas Kisra, edhe e mur Surakan e hipi me një mjet të udhimit, edhe ecte në për Medinë, sahabët kishin përmas bashkë me Omerin, edhe Omeri thoi Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, elhamdulillah, falënderim tek Allah i cili ja ka marr taçin Kisrës, ja ka pru Surakës një nomad për nomadëve të arabëve, edhe ka ecë në Medinë. Ky është Allahu xhela xhelaluhu i cili i ndryshon gjendjet për një çast prej çasteve. Po neve çka na ngelet? Neve na ngelet veç me qenë të mirë me Allahun subhanallahu teala. Ya ayyuhalladhina amanu atiiu Allaha wa atiiu ar-rasula ulul amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. O ju që keni besu, nënshtrojeni Allahut. Jeni të dëgjueshëm dhe respektueshëm te Allahu. Nënshtrojeni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Jeni të dëgjueshëm dhe respektueshëm ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
dhe udhëhecë prej juve. E kur të keni ndonjë problem me zveti, problemin tuaj, kthejeni te Allahu dhe te pejgamberi se në qoftë se ju besoni në Allahun. Kjo është më hajër, kjo është më e mirë për juve. Neve na ngjesh më kon të mirë me Allahun xhallahu. Neve na ngjesh me qenë të dëgjueshëm dhe respektueshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, çka do të ndodhe në jetën tonë, lart ka më qenë për neve. Ka më qenë situatë e menaxhueshme. Pse? Se Allahu xhallahu është ai i cili ka më kurdis punë në të mirën tonë. Vesh neve na ngjesh me qenë të mirë me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Vazhdojmë inshallah ligjëratën e ardhshme. Ardha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë, hyrja në Medinë, ndërtimi i xhamisë, punëtira që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Kuba, në Medinë, shumë rrallë subhanallahu wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.